Përshëndetje gjithve, pas ka bon buj, intervista e Hashim Thaqit të ky udhëbashi i Shqipënisë, Blendi Fevziu. Kur hina thashaj ta ngoj edhe unë su kur krejt bota, edhe kur pengoj, nuk e disha është Hashim Thaqi i Kosovës, a Hashim Thaqi i Korçës atje diku na Vlorës, a din se fjalë që kish përdor nuk janë të Hashimit, ato janë fjalë ChatGPT-s. Edhe arrin me manipulu popullin. Cilat kanë qenë momentet më të vështira të këtyre 5 viteve e ca në izolim? Janë momente dhe ngjarje të paimagjinueshme për realitetin e sotëm evropian. Do të flisja me ëndje, më konkretisht rrethonat kufizuese nuk më lejojnë. Më 4 nëntor 2020, me të mbritur në presidencë protokolli i zyrës më informoi se autoritetet ndërkombëtare po kërkonin takim me mua të pasdite. Arrestimet nga DSK-ja kishin filluar. Koha e drekës kaloi shpejt. Aksioni ende vazhdonte. Me informuan në më datë 26 tetor është konfirmuar akt akuzë kundër jush. Çka me thonë? Këto nuk janë fjalët e Hashimit. Këto janë përpunuar me ChatGPT. Është hera e dytë që bën një intervistë Hashim Thaqi me ChatGPT, edhe na shet neve për intervistë origjinale. Kjo intervistë sipas Blendi Fevziut, Blendi që hamami e ka çmotin e ka emnin, a shkave, kjo intervistë ka thonë u bon dhjetor, janë janar, janë shkur, po pse prej ateshit e tash as ka punu televizionin që se ke qit, po bosh para zgjedhjev, të kujtu ty me qit intervistën e Hashim Thaqit. Edhe një tjetër manipulim i keq, që pse ata 3 tjerët nuk po kanë drejt me bojnë intervista, veç ky pas ka drejt me fola, me dhonë intervist. Ata 3 tjerët, as njës që kum pas, nuk e kum një që 5 vjetë që kanë dhonë intervist dhe kujt, veç ky po. Qëto manipulimet e rona që pëjbojnë këta dhe pëmënojnë me ashit poplit, për një intervist kështë që ka folaj, edhe e gjetën, bosh, kur është koha e fushatës tash, me mobilizu pak për dykën se ka ra në fund pusit, po këto nuk shiten, këtë e keni, se kjo nuk është intervist e Hashim Thaqit, kjo është intervist e ChatGPT-s që janë rejsh me ChatGPT fjalimin, edhe nuk ka kur gjatë të baj me fjallorin e Hashim Thaqit që kjo intervista. Vesh ngone për fillimet e dej në fund. Unë s'ku mujt për veti me ngu edhe këta ku ngu në TikTok që të pjesën për kura njeva, e posh që është falcë. E posh që nuk është intervista e tina, nuk është dishka originale Hashim Thaqit Brojës. Kjo ma shumë për përngjan Hashim Thaqit Korçës ose Vlorës, se sa Hashim Thaqit Brojës. Është e pa kuptim, nuk besoj që dikush mundet me hangër të fore edhe me thonë që kjo intervist është originale. Njëtën punë ka pas bon në fushatën para një kohë me këtë djallin e udhëbashit të PS në Klan Serbia, që është drejtar tash i Klan Serbijës. Intervistën e njëjtë e ka pas bon me ChatGPT, edhe atëherë kum thonë që intervista është falsë, intervista është e ChatGPT-s, pyetjet janë shkru, përgjigjet janë kthy edhe janë rreq me ChatGPT. Nuk janë fjalë të Hashim Thaqit ato. Na dim sa fjallor ka Hashim Thaqi për me përdor do terma që nuk shkojnë me Hashim Thaqin. Edhe unë në qëse nesër dal jashtë vetë vetës a mundona me bon një intervist me folë si i Vlorës, shijet që është falë se s'moj unë që këtë që jam. E po mundohen me nashit do sene falës që nuk ju shkon bre, nuk e di, po nuk ju shkon ty në farë njerëzve kaq dop që janë, që mundohen, se a që kë Blendi Fevziu, që kë ka që unë në hogë, të e bo qefin e të i thonë voto me Batanagjion, edhe kanë votu gjykatën Hashimi i pari këta tjerë për mas, vit 82 deputete kanë votu, sa dalin e kahën e jo po pa drejtësie, po pa drejtësi ti e ke bo kër e ke votu mas pari, se ti ke pas
22% votave i ke pas kur i ke votu. I ke pas 160.000 vota, edhe e ke votu. Tash po në thënë, jo po pse, jo po qyshe, po faja është juj, nuk është faja i kërkujt. Edhe mas porën që se do një manku, mas porën do të manku të jo, të vetvetja juj që keni votu atë gjëkat, jo me ardhë, me në sha neve, se s'ke pajna se kena votu, ti e ke votu, ashtem ti e pare ke që dorën, edhe ke bo presion të tjertë që ata që se kanë votu, ke bo presion për me votu. Edhe sot ankosh, jo, po s'po mlojnë me folë, s'po mlojnë, po kur t'jenë burg normal që nuk lojnë me folë. E burgi për qatë punë nuk është të telë, burg, për qatë a i thëjnë burg. Janë kushtet e rona, po të rona e nëse burg është. Nuk e dione ku ka burge e me konë burgi mirës, nuk ka, s'egziston. Ketë burgjet janë njejta, ketë janë këshia, ketë kushtet i kanë më zbet. Ushqime, haja, fjeta, krejt janë qështu, në të nanë të ki, nuk është veç atje që atje është, do të me konë do tel me 5 yje. Ajo është, po, nese, sot ju shiten që të fore këtyne gazetarve tonë, edhe që kanë marrë në qafë komplet shtetin. Në shkon qështu, shka keme bon tash, do të më dëru, se viktima ma madha është popli, e që ta gazetarët e tonë, të njësë prej Batonit e prej shumë Beratit e Blendi, Fevzio, që shama me Jakamnin, këta kanë marrë në qafë shtetin, dhe këta i kanë shantazhu politikanat tonë, të i thonë që në qo se ti nuk e banë që të veprim, na kena me ta postu një video, kena me ta postu një shkrem që ki, kena me ta postu një përgjim. Edhe politikanat tonë që dijen që janë hajna krejt, edhe kanë ra ndikimin e tyne, kanë ra ndikimin e tyne lapera që janë bo milionera. Se me pas rrugë për fillimit, nuk ishë marrën këtë gjene këjena sot. Po kanë ra viktime që tyne, tani janë bale bashkëpunëtor, njerë viktim fillim, unë besaj që viktim fillim, po tani janë bo bashkëpunëtor me vija Shqipnijën dhe Kosovën. E shë Shqipnijën 120 vjetë hala s'kanë ujë, nuk kanë rrim, nuk kanë rrugë, s'kanë kur gjo, edhe kër e shë këtë Blendi Fevzion e ka gjysën e Shqipnijës dë vetën. Adin krasimi dyqysh nuk shkon, aj fabrika s'ka, s'kur gjo s'ka, e shë Batonagjion është multimilioner, e shë Berat Buzholin është multimilioner, 27 milion i ka, e shë qëllindush ato të boshin e pes, që që kam në aj djalli o të boshit që i ka rej shqiptarët e i ka denu shqiptarët në klanë Serbia, pasën i ki madhë. Ishe krejt që ta gazetarët, krejt këta janë pasënika. E qysh me lajka nuk bash, s'mun është me bo milioner, bu. Me konë që isha bo milioner, isha bo edhe me lajka, me shikime, adin sa në mujt i kam ofër 25 milion, dhe në 35 milion i kam shikime, po nuk bin para ato për më bo milioner. Jo, mos arrani popullin, jo, keni vjedh Kosovën, e keni vjedh Shqipnijën, edhe dëni hala me vjedh të i mashtru popullin me këse intervista si tatina. Këto janë ketë falës, krejt janë ndresne prej studios, Blendi Fevziot, Batonagjies e Berat Buzholës. Nuk janë intervista reale, këto janë falës. Nuk ka kush që më bindë që përgjigjet në intervist që janë Hashim Thaqit, sa aj nuk e ka qatë fjallor. S'mun është më thonë ti mu që aj e ka fjallorin se me konë i Shqipnijës mesme ose Korqës ose atje i Vlorës. Lejnë e këto rana, mos në ashtin e rana. Se s'ban nuk shkon kështu. Nese, po e përshëndes kalën e mire, shije me njëm,